vjetor, po përmendet gjithnjë më shpesh nga zyrtarët amerikanë, analizë dhe media doktrina Monroe, si korniza ideologjike dhe historike që SBA po përdor për të justifikuar qasjen e saj në Venezuelë dhe më gjerë në Amerikën Latine. Por çfarë është doktrina Monroe? Në vitin e largët 1823, më 2 dhjetor, presidenti i Shteteve të Bashkuara James Monroe, gjatë fjalimit të tij vjetor para Kongresit Amerikan, parashikoi se hemisfera perëndimore është zonë interesi strategjik e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe fuqitë e jashtme nuk duhet të ndryhen në çështjet e vendeve të Amerikës Latine, pra që kjo zonë duhet të jetë në ndikimin dhe kontrollin e SBA-ve. Kjo doktrinë u formulua kryesisht më pas nga sekretari i shtetit i asaj kohe, John Quincy Adams, dhe u bën një shtyllë kryesore të politikës së jashtme amerikane, duke përcaktuar se fuqitë evropiane nuk duhet të ndërhyjnë në Amerikën Latine, ndërsa Shtetet e Bashkuara angazhohen të mos ndërhyjnin në punët e Evropës. Në diskursin aktual, disa zyrtarë amerikanë interpretojnë këtë doktrinë në formë moderne, duke argumentuar se prania dhe ndikimi i Rusisë, Kinës dhe Iranit në Venezuelë përbën kërcënim direkt për sigurinë e SBA-s. Mbështetësit e kësaj qasje thonë se arrestimi i Nicolas Maduros dhe goditja ndaj regjimit të tij nuk janë ndërhyrje arbitrare, por zbatimi i një parimi të vjetër strategjik, sipas të cilit SBA-ja ka të drejtë të veprojë për të penguar shndërrimin e Amerikës Latine në platformën e ndikimit për fuqitë rivale. Sipas tyre, Venezuela ishte kthyer në pikë hyrje për interesat ruse dhe kineze, veçanërisht përmes sektorit të naftës dhe bashkëpunimit ushtarak. Nga ana tjetër, kritikët brenda dhe jashtë SBA-s paralajmërojnë se rikthimi i doktrinës Monroe në këtë formë ringjall logjikën e oborrit të pasëm, duke minuar parimet moderne të sovranitetit, barazisë së shteteve dhe së drejtës ndërkombëtare. Ata argumentojnë se përdorimi i kësaj doktrine për të justifikuar kapjen e kreut të shtetit krijon një precedent të rrezikshëm, që mund përdoret edhe nga fuqitë e tjera për ndërhyrje të ngjashme. Në Amerikën Latine, përmendja e doktrinës Monroe ka shkaktuar reagime negative historike, pasi ajo lidhet me ndërhyrje të shumta amerikane në shekullin 20. Vendet si Meksika, Brazili dhe Kolumbia kanë sinjalizuar se nuk e pranojnë këtë doktrinë si bazë legjitime veprimi i shekullit 21. Në Evropë qasja shihet me skepticizëm, pasi bie ndesh me rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla dhe rolin e OKB-s. Fuqitë si Franca dhe Gjermania kanë shmangur mbështetjen e hapur në çdo veprim të justifikuar mbi baza doktrinale apo historike.